për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. A jeni për? Vërtet është një moment historik për Kosovën, është një ngjarje e jashtëzakonshme, ku po vihet në pa profesionalizmi, përgatitja dhe të arriturat e forcës sigurisë Kosovës, që vërtet në vazhdimsi qoftë individualisht, qoftë si ekipe, në gara të ndryshme, stërvitje të ndryshme, në aspektin e edukimit na kanë bërë krenar për herë. Ne si Liga Demokratike e Kosovës e mbështesim këtë mision, e mbështesim FSK-n, për njëjtën kohë kërkojmë që këta pjesëtarë që do të zbarkojnë në këtë forcë, në kuadër të forcës stabilitetit në Gaza, ta kenë mbështetjen e plotë, qoftë aspektit logjistik, qoftë aspektit pajisjeve, cilat do të shfrytëzohen atje, të aspektit shëndetësor, financiar. Kjo është një dëshmi që Forca e Sigurisë së Kosovës është ngritur në kuptimin profesional dhe gjithmonë me standardet e NATO-s. Ka mision parazikshmëri dhe dim edhe në cilën vend po shkojnë dhe ku janë duke shku. Nuk dyshojnë në profesionalizmin dhe përgatitjen e tyre, bazuar gjithmonë në trajnimet dhe trajnimet profesionale që i kanë pas. Mirë po, është shumë rëndësia dhe mirëqenia tyne dhe sidomos në aspektin shëndetësor, por jo vetëm për ata pjesëtar, por edhe familjarët e tyre. Është shumë rëndësia dhe mas përfundimit misionin dhe trajtimi i tyre. Janë shqyrtuar gjitha kërkesat me kujdes edhe të forcës së sigurisë të Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe të aleatëve, prandaj edhe qeveria ka qenë shumë e kujdesshme, Ministria e Mbrojtjes, që i ka akomoduar të gjitha kërkesat që dalin konform standardeve të shteteve që morrin pjesë në këtë operacion. Prandaj këtu padyshim që jemi të sigurt që asgjë nuk do të mungojë. Propozoj pra që pika 2, shërtimi i vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës numër 07 datës 30/03/2026 për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza të futet në pra të votohet tash, pra të marrim vendim. A jeni për? Po shihet që është 100% votimi, kjo është lajm shumë i mirë.